këtij derbi të madh. Një ndeshje Të shtunën është luajtur ndeshja e fundit e vlefshme për javën e 7 të kategorisë superiore të kampionatit kombëtar të futbollit dhe Partizani është rikthyer me fitore në derbin e munguar prej disa vitesh të kryeqytetit, duke mposhtur minimalisht Tiranën dhe duke ruajtur hapin me dyshen kryesuese të renditjes Skënderbeun dhe Teutën. Derbi numër 135 midis dy rivaleve kryeqytetase që i kanë dhënë tonin futbollit shqiptar të gjysmëshekullit të fundit është zhvilluar në një atmosferë dhe koreografi të denjë për një ndeshje të tillë, por pjesa e parë e tij ka qenë e varfër në lojë dhe në raste, por tej pretendimeve të bardhëbluve për mohimin e 11 metrash nga ana e gjyqtarit Jemini. Pjesa e dytë ka rezultuar vendimtare për fatin e këtij takimi, pasi Partizani ka gjetur në minutën e 58 dhe golin që vlen 3 pikët. Një dalje krejtësisht e passtuduar në një duel ajror brenda zonës e gardianit bardhëblu Marcel Saka i ka dhënë mundësi futbollistit Demiri që ta përcjell topin në rrjet dhe t'i kalojë të kuq kryeqytetes në epërsi. Gjysmëora e mbetur e ndeshjes nuk të sjell gola të tjerë, megjithëse Tirana ka pretenduar sërish pranë gjyqtarit Jemini për një tjetër 11 metrash të paakorduar kur u do largon nga vija fatale një top që po i drejtohej rrjetës. Përfundimisht Partizani fiton me rezultat 1-0 ndaj Tiranës dhe ngjitet në kuotën e 14 pikëve, në vendin e tretë të renditjes vetëm një pikë pas dyshes kryesuese Skënderbeut dhe Teutës. merr një fitore të madhe 3 pikë